Nëse jeni mbi 40 vjeç, mos i fusni në gojë këto 3 ushqime. Me kalimin e moshës, metabolizmi ngadalësohet, që do të thotë se shtimi i kilogramëve është më i lehtë për humbjen e tyre. Edhe pse shumë faktorë si aktiviteti fizik dhe gjumi luajnë një rol kyç në shëndetin metabolik, dieta është padyshim një nga faktorët më të rëndësishëm. Shumë nga ushqimet komode për të lehtësuar dietën tuaj mund të konsumohen të paketuara, por kjo është një arsye pse ekspertët e ushqyerjes kanë paralajmëruar personat mbi 40 vjeç që të shmangin këto ushqime. Mangni nga dieta juaj ushqimin e shpejtë. Edhe pse është një zgjidhje e shpejtë dhe praktike, por ato mund të shkaktojnë edhe probleme në planin afatgjat të metabolizmit, duke çuar në probleme të obezitetit, peshës së tepërt, problemeve kardiovaskulare dhe goditjeve në tru, paralajmëron dietologja Jess Feder. Gjithashtu, në dietën tuaj pas të 40-tave duhet të evitoni patatet e skuqura dhe ushqimet të ngrira të gatshme, pasi përmbajnë në sasi të tepërta të yndyrnave jo cilësore dhe kripra me shtesë që ndikojnë në probleme të shëndetit.